Dhe të gjithë e shqiptojnë lebejk Allahumma lebejk. Këto nuk ka mo dalim ndërmjet të pasurit dhe të varfrit. Nuk ka dalim ndërmjet të bardhit dhe të zi. Nuk ka dalim ndërmjet arabit dhe jo arabit vëllezër. Për vetë se ai i cili është më i devotshëm dhe me zemër të pastër për Allahu te bareke ve teala. Të dashur vëllezër, haxhi është mësimi më i madh i jetës tonë. Nëse ne do të donim të përmbledhnim të gjitha mësimet e Islamit në një vend, padyshim se ne do t'i gjenim në haxh. Aty e mësojmë sinqeritetin, sepse çdo hapi joni, çdo veprimtari e jone është për Allahun. Në haxh e mësojmë durimin, sabrin, largësi e madhe, nxehtësi e madhe, turma të mëdha të njerëzve. Në haxh ne e mësojmë barazin, që të gjithë njerëzit kanë me vesh një petkë të vetëm, ku të gjithë njerëzit kështu do të dalin para Allahut. Haxhilerët janë të veshur me ihram dhe të gjithë e shqiptojnë lebejk Allahumma lebejk. Këto nuk ka mo dallim ndërmjet të pasurit dhe të varfrit. Nuk ka dallim ndërmjet të bardhit dhe të ziut. Nuk ka dallim ndërmjet arabit dhe jo arabit vëllezër. Për vetë se ai i cili është më i devotshëm dhe me zemër të pastër për Allahu te bareke ve teala. Të dashur vëllezër besimtarë, mos të mendojmë asnjëherë se haxhi është vetëm për ata persona të cilët janë fizikisht dhe do të shkojnë atje me lejen e Allahut azza wa jall. Jo vëllezër besimtarë. Edhe ne kemi mundësi me ndje haxhin duke qenë në shtëpitë tona, mirë po me zemrat tona. E dini që çfarë ndodh në ditën e Arafatit? Dita e Arafatit nuk është thjesht vetëm një qendrim për haxhilerët. Mirë po është një takim mes robit dhe Zotit te bareke ve teala. Se Allahu po zbret ka mbi qiellin e dunjas. Nuk ka asnjë akt në Islam përveç haxhit që Allahu azza wa jall ju thot: "Unzuru ila ibadi shu'than ghubra." Shikoj se si robët e mi kanë ardhur prej viseve të largëta duke kërkuar xhenetin tim. Allahu azza wa jall çfarë ju thot me laçeve? "Ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Dëshmoni se çta robët të cilët kanë ardhur këto, unë i kam falur. Të dashur vëllezër, a nuk janë këto fjalë që tërçethin çdo zemër të mëkatarit? A nuk janë këto hadithe që tërçethin çdo zemër të gjinaçarit? Cili nga ne nuk dëshiron me ndëgju emrin e tij? Kur Allahu ju thot me laçeve, unë filanin e kum fal, fut në xhenetin tim. Unë ty të kum fal, fut në xhenet. Të gjithë vëllezër dashur besimtar kemi ndëgjuar. Të gjithë dashur vëllezër besimtar ne dëshirojmë. E të nderuar xhamatli, nëse Allahu te bareke ve teala neve nuk na ka bënë nasib si vjet me shku në haxh, e jona është që ne ta ndjejmë haxhin edhe me zemrat tona. Si ta ndjejmë haxhin të dashur vëllezër? Ne kemi mundësi me ndjej haxhin me shpirtat tanë dhe me zemrat tanë, duke i pastruar zemrat nga mëkatet dhe gjunahet. Duke i pastruar zemrat nga urrëtia, hasedi, zilia, armiqësia, përçarja. Duke treguar tolerancë, bamirësi, solidaritet, duke u munduar në këtë ditë të mëdha të cilët do të himi, të japmi sadaka sikurse që të jemi në haxh. Duke u munduar që me e fal namazin, duke e parafituar vetët tona, sikurse që të jemi para çabës së bekuar. Të dashur vëllezër, dini në fund se nuk ka vepër më të madhe që ju bëhet Allahut azza wa jall në këtë ditë se sa kryerja e haxhit. Dikush tani mund të arsyetohet dhe thotë: "Wallahi nuk i kemi rënë." Të dashur vëllezër, dini se haxhi është thirrje prej Allahut. Sa personi ka pas mjetet financiare si vjet me shku, mirë po Allahu nuk ja ka bënë nasib me shku. Se Allahu ato se ka thirrë. Haxhi është xheneti i Allahut. E xheneti i Allahut nuk paguhet as me miliona euro. Kjo është shkaku i parë pse të dashur vëllezër, pse jemi privuar ne nga mos shkuarja në haxh. Dhe shkaku i dytë, sebepi i dytë, është të nderuar xhamatli mëkate të shumta dhe gjunahe të shumta të cilat ne jemi duke i bërë në vazhdimsi. Lusë Allahun te bareke ve teala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që Allahu azza wa jall neve të na fal dhe neve të na mëshiron ya rabbil alamin. Lusë Allahun te bareke ve teala që Allahu azza wa jall t'ia mundson haxhilerëve tan të shkojnë ashtu siç është më së miri dhe të kthehen më së miri dhe me mëkate dhe me gjunahe të falura ya rabbil alamin. Lusë Allahun te bareke ve teala që Allahu azza wa jall atyre të cilët nuk na i ka mundësuar me shku deri më tani në haxh, Allahu të na mundson dhe vetëm se në vitin e ardhshëm Allahu të na gëzon ya rabbil alamin.